Ashtu si kur se u konfirmua dje Egli Tako është rikthyer në Big Brother VIP 4. Kisha nevojë të merrja frym të ndjeja dashurinë e sinqertë. Kam gjetur një gjendje jo të mirë në shtëpinë time. Jam për ata këtu sonte. Mami ime ka sot ditëlindjen. Fjala e fundit që i thash përpara se të largohesha nga shtëpia ishte që ky rikthim edhe një herë brenda kësaj shtëpisë është për të qenë jo në borxh me ty dhe për të vënë në vend dinjitetin tim, tha Egli. Po ashtu Egli foli edhe për gjestin. E kam mohuar veten time dhe e gjeta veten duke e bërë sërish. Ata që vërtet më kanë dashur, i gjeta të shkatëruar dhe gjeta veten të shkatëruar, duke marrë parasysh si rrethanat kishin ardhur, e dija si do ndjej i ulur, do ndjej i sulmuar. Nuk doja që të ndjej prej meje. Kam thënë më fal për shumë gjëra që nuk ka qenë faji im. E kam bërë se e kam dashur, vazhdoj të ndjej. E kam sfidë të hyj brenda për ta pasur sërish pra 24 orë, por po hyj për të mos qenë ajo që kam qenë, jo për të qenë e keqe me dikë, por për të qenë e mirë me veten time, tha Egli. Më pas në ekranin e Top Channel u shfaq një klip ku shihej Gjesti, i cili fliste në dhomën e rrëfimit. Kur të dal jashtë do zhdukem. S'ka me ma pas suratin. Nuk munden ta dua, ka thënë ai për Eglin. Pasi e pa këtë klip, Egli u shpreh: unë i kam bërë vetes një premtim që unë nuk do derdh asnjë pikë loti më. Dua ta bind veten time dhe ta bind veten time që kjo që pash tani nuk është një surprizë. Publiku votoi dhe vendosi që Egli të rikthehej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Faleminderit. Uroj të mos ju shgënjej këtë radhë, tha Egli.